Prej 2 javësh qyteti i Peshkopisë është i mbuluar nga mjegulla, një fenomen ky shumë i rrallë për qytetin verilindor. Banorët e Peshkopisë thonë se ky është rast unik që mjegulla të qëndrojë kaq gjatë. Në hyrje të qytetit të Peshkopisë është bërë burim aksidentesh kur brenda pak ditësh ka patur të paktën 3 raste të përplasjes së automjeteve me rreth 10 persona të lënduar që kanë përfunduar në spital. Mjegulla e dendur kufizon ndjeshëm fushpamjen e drejtuesve të automjeteve të cilët bën rrezik përplasjes mes tyre, por edhe të këmbësorëve që lëvizin anash rrugës në zonat e banuara. Banorët e Dibrës thonë se prania e mjegullës po shkakton probleme të rrugëve respiratore kryesisht tek mosha e 3 dhe ata që vuajnë nga sëmundje kronike. Është lagështinë ajrore, normale, kuptohet. Që janë njerëz me probleme kardiake respirative, kanë probleme shumë jashtëzakonisht. Ne kemi dalë më shumë për të kalu kohën. Po unë gjë s'kemi mundësi me bë, prej lagështine. Jo, viti parë është, nuk e mbajmë mend asnjëherë. Viti parë është. Me këtë dënsi mjegullë. Që mjegulla ka zakonisht, ma dimrave ka, po kjo dënsi nuk ka qenë asnjë vit. Është shumë probleme në përqarkullimin e mjeteve. Kam filluar të ardhur për gjatë çunat e ri, ato të janë si janë adoleshenta janë, sikur si i kemi, po policia duhet bëjë jashtëzakonisht shumë kontrolle që paraprije aksidenteve. Po rruga ka lagështim të madhe më, sidomos terrenet ku janë terrenet pjerta, ato që vullten me goma verore kanë shumë problem se të nxjerr makina prej rruge. Duhet shtohen kontrollet e policisë normalisht. Si çdo sezon para festave, duhet shtohen kontrollet e policisë. Bregu i lumit Drin, Peshkopia, e në kjo zona këtu, ashtu është. Njësoj si në atë ditë, vetëm e dim që është ora e ditë. Vetëm e të dhëmë prej ore. Po ashtu prania e mjegullës është bërë shkak për shtyrjen 3 herë të ndeshjes së kategorisë së parë në futboll mes ekipit të Korabit dhe atij të Burelit. Kjo ndeshje është planifikuar të luhet të martën e 23 dhjetorit në orën 13:00, por duhet parë nëse ende do të ketë prani të madhe të mjegullës që nuk lejon zhvillimin e një aktiviteti të tillë futbollistik.